Në vazhdimësi emisarët Jugoslav, të fillu prej Dušan Mugoshës, Miladin Popovicit, Svetozar Vukmanović Tempos, dhe të tjerëve, pastaj me vonë vinë Savo Zlatishi që do të flasim, kanë bërë ndërhyrje flagrante në zhvillimet politike në Shqipëri, pas gjatë kohës luftës. Dhe Partia Komuniste e Shqipërisë, pra, ka qenë vazhdimisht në përplasje me direktivat e emisarëve Jugoslav pra gjatë luftës dytë botërore. Është quajtur një bashkëpunim midis Partisë Komuniste Shqipërisë dhe Partisë Komuniste Jugosllavisë, por ai bashkëpunim do thotë ka shqitur në rrafshin e ndikimit dhe ndërhyrjeve e them të drejtë për drejtëve të emisarëve serb-jugoslav, pra të komunistëve në Shqipëri, të cilët kanë bërë presione dhe trysni të jashtëzakonshme zhvillime politike dhe nuhesit politik të atëhershëm. Emisarët komunistë për Jugoslav kanë pas ndikim drejt për drejt në konferencën e Mukjes, e cila do thotë pastaj edhe përmes një letrës dhe direktives e Enver Hoxhës u prish marrëveshja e Mukjes, në cilën ishin gjitha informacionet politike dhe ushtarake do thotë shqiptarën te. Ajo prish parashtyt të çështjes së Kosovës, sepse çështja e Kosovës ishte aty. Kulmi i ndërhyrjeve jugoslave për emisar jugoslav është në plenumin e Beratit, i cili zhvillon punimit 23-27 nëntor 1944, dhe protagonisti kryesor i asaj ndërhyrje është Velimir Stojniqi, pra shef i misionit ushtarak jugoslav i vendosur në Shqipëri. Ai ka bërë në atë plenum ndërhyrje të jashtëzakonshme, do thotë me e përforcu linjen pro-jugoslave, do thotë mrena Partisë Komuniste të